Policia e Fierit ka zbuluar një aktivitet kriminal në fshatin Vadhiz, ku identifikua një banese përshtatur për kultivimin e bimëve narkotike anë të llampave për ndriçim dhe ngrohje. Gjatë operacionit të koduar LED, i realizuar nga seksioni për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Fier, u arrit të arrestoheshin 2 persona të dyshuar. Në kuadër të operacionit, hetuesit zbuluan një lidhje të paligjshme të energjisë elektrike në banesën e dyshuar, që shërbente për furnizimin e pajisjeve të nevojshme për kultivimin e bimëve narkotike, si lampa, aspirator, filtra ajri dhe pajisje të tjera elektrike. Gjatë kontrolleve në banesën e dyshuar u arrestua pronari i saj shtetasi Isa Gashi, 63 vjeç, banues në Vadhiz, i cili dyshohet të ketë kultivuar bimet narkotike në ambientet e shtëpisë së tij. Në vijim të hetimeve, u arrestua dhe shtetasi Ramis Malaj, 61 vjeç, punonjës e OSHE-s dhe banues në Patos për shpërdorim detyre. Ai dyshohet se ka favorizuar aktivitetin kriminal, duke mos i vetëdijtuar lidhjen e paligjshme të energjisë elektrike që shërbente për kultivimin e bimëve narkotike. Gjatë operacionit janë sekuestruar gjithsej 41 bimë narkotike kanabis sativa, 57 fidan kanabis, një lëndë narkotike kanabis të përpunuar, 784 fara kanabisi, si dhe pajisje të ndryshme të përdorura për kultivimin në ambiente të mbyllura, përfshirë 5 panele elektrike, 8 lampa për ndryshim dhe ngrohje, 2 filtra ajri, 3 ventilator freskues dhe 18 pajisje të tjera elektrike. Materialet hetimore dhe provat e mbledhura janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Fier për veprimet e mëtejshme.